Dikush nuk lejoi që Shkëndija Haraçinës me 3 pikë të kthehet nga shtipi. Barazimi për Bregalnicën kishte vlerën e fitores. Ndeshja u karakterizua me incidente. Atmosfera tensionuese kulminoi në minutën e 67, kur nikoqirët fituan një penalti të dyshimt. Ashpër reaguan Haraçinasit pas çka u shkaktua kaos në fushë. Pas ndeshjes, Shkëndija Haraçinës përmes një reagimi zyrtar ka adresuar kritika ndaj referit Aleksandar Grujoski, duke quajtur vendin e pashpjegueshëm akordimin e penaltis, siç thonë, duke dëmtuar drejt për drejt ekipin dhe integritetin e garës. Nuk mund të tolerojmë që djersa e futbollistëve dhe investimi i klubit të nëpërkëmben nga vendime arbitrare që nuk kanë asnjë lidhje me rregullat e futbollit. Pamjet filmike janë dëshmia më e mirë e një padrejtësie që tjetërsoi rezultatin në fushë. Kërkojmë nga organet kompetente të FFM-s që të marrin masa urgjente dhe të analizojnë me seriozitet këtë performancë tendencioze. Shkëndija nuk kërkon favorizim, por kërkon dhe do të insistoj gjithmonë për drejtësi në fushë. Vazhdojmë të bashkuar kundër çdo pengese, thuhet në reagimin e Shkëndijës Haraçinës. Sidoqoftë, teksa kanë mbetur edhe 2 xhiro deri në fund të kampionatit, Shkëndija Haraçinës përballet me Novacin si Nikoqir dhe ndeshjen e fundit e zhvillon në Kamenic kundër Sasës. Me 2 fitore, të paktën e ka siguruar balotazhin për inkuadrim në elitën e futbollit, nëse organet e FFM-s nuk ndërmarrin ndonjë vendim tjetër, me çka do ta dëmtonin edhe më tej skuadrën nga Haraçina. Tabelën kryesojnë Bregalnica dhe Skopje me 65 pikë, para Shkëndijës së Haraçinës që ka 63 dhe Ohrit me 62 pikë.